këja mund më arrit një pozicion më të mirë se deri më tani, por prap do të kemi një skem politike. Kriza do vazhdoj pa koalicion të madh, nuk ka zgjidhje. Kjo ajo që deri më tani kemi parë nga shkurti deri më tani është vendosja ka primatin politik për shkak veprimeve të cilat i ka bërë në veri dhe në gjitha çështje tjera. Deri më tani kemi po edhe për shembull listën srpske që ka kundërshtuar stemen dhe bishkrimin e Republikës e Kosovës dhe tani më ata i drejtohen edhe kuvend komunal për ftesa dhe çdo gjë me emërtimin e Republikës e Kosovës dhe vulën dhe stemen e Republikës Kosovës. Dhe kjo është një diçka që realisht e ka bërë qeveria Kurti. I ka meritat e sajna, i ka meritat e lëvizjes turës, i ka meritat e ndjekjes grupeve kriminale nga veri i Mitrovicës, dhe pse realisht lista srpska kuptohet që është arteria kryesore e grupeve terroriste në pjesën veriore të Mitrovicës dhe pa largimin, pa votimin e gjitha subjekteve politike dhe gjykata kushtetuese me bërë që lista srpske mu shpoll në parti e cila ekspozon ose miraton, bashkëpunon me terrorizmin dhe mu shpoll parti antikushtetuese. Sepse dha e tillë është, ne kemi parë edhe nën kryetarin Slavko Simiqi, që për është njeriu kryesor i dyshuar, që ka programuar bashkërisht me Radojqićin në planin e Banjskës dhe që ka qenë pjesëmarrës. Në momentin që ti bashkëpunon dhe je pjesë e çatij grupi, ti je edhe pjesëmarrës në sulmin e Banjskës dhe sot ulen Parlamentin e Republikës Kosovës, nuk hetohen nga prokuroria dhe nuk mirën masat e tjera. Për mua është diçka që pa logjikshme, jashtëligjore dhe kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe me atë që ka luftuar populli i Republikës Kosovës bashkërisht me Ushtrinë Shqiptare të Kosovës dhe NATO-n përgjithësi për shpalljen e pavarësisë dhe lirimin e vendit. Nuk kemi nevojë për këto njerëz në Republikën e Kosovës, nëse ata dojnë me bëjë diçka, ne të shkojnë në Serbi dhe ne të vazhdojnë, por jo në Republikën e Kosovës. Por kjo si simbol i opozitës që kundërshtojnë, veprojnë në të mirë, nuk e di për çfarë arsye, veprojnë në të mirë në listës srpska. Kjo më pengon. Edhe diçka të fundit kam për ta mbyllur me pushtetin lokal edhe me atë që po ndodh në Prishtinë. Në gjykimin tuaj, kush është fajtori për këtë? Për situatën politike në Prishtinë, për buxhetin, për atë që u shkaktua edhe pak ditë më parë, për kaosin, për mungesën e qarkullimit, për atë transportit publik në kryeqytet. Akuza nga dyja palët, por ju si shikoni? Çështja është që qytetarët e Prishtinës kanë vlerësuar ta votojnë për parim Romën. Ta thonë realisht qytetarët e Prishtinës kanë votuar për zotëria Rullat Çekun, por qytetarët e Prishtinës tanë përgjithësi, sepse Prishtina është zhveruar dhe është mbi popularizuar dhe tani më kemi një problematik të cilën vetë kryetari e ka problem me vepru për parim Roma. Ka çështje të hapura në prokurori, në gjykata, për sheshin, ka miliona, cilën ndonë dhe sheshi nuk është kërkun, realisht. Po ashtu kemi blokimet apo mbi punësimet në trafikën urban në Prishtinë, dhe cilën kryetari Roma për shkak të interesave politike apo interesit votës ka bërë shumë lejime gjatë udhëtimit trafikën urban, ka liruar shumë nga pagesa dhe trafiki urban i Prishtinës nuk mund t'i përballojë ato. Aty ka qenë gabimi tina, sepse 13 euro e 50 ka qenë pjesa tjetër mujorja dhe atë ka mbujt se cilë me pagu. Realisht, përveç po foli klasës
pjesës sociale dhe invalidore dhe pensionale. Kjo ka qenë një gabim i tina dhe tani më pik shumë i pasojat. Po ashtu Prishtina nga zotëri parparim Roma, të cilën në 4 vjeçarin e kaluar nuk është zhvillu asgjë, përkundrazi është bloku dhe është nuk i përket një kryeqytetit, sepse nuk ka rrugë qarkulluese, ne kemi pi orës 7 dhe në ora 8 diçka kemi blokime komplet komunikacionin Prishtinë dhe nga ora 3:30, aso 15:30 mbas dite, 4 deri në 18:30 kemi pra blokime, gjatë gjithë kohës nuk kemi linjat qarkulluese të autobusëve të veçantë, nuk kemi autobus të mirëfillt, realisht ata autobus të cilët janë në linjat private janë ndotësit kryesor të ambientit në kryeqytet, sepse nafta e cila lirohet pa filtrimin e naftës, në nafta direkt, lirimin e gazrave, është një diçka që e ndot ambientin. Po ashtu nuk ka për asgjë edhe për lagjet e ndryshme, në përgjithësi nuk ka ndryshuar diçka, ato parqet të cilat thëke përparim Roma që i kam bërë, nuk i kam parë për vetin, në Prishtinë jetoj, por nuk i kam parë, nuk e di se ku i ka bën, ndoshta ndonjë tjetër, po unë sa e frekuentoj Prishtinën dhe si qytetar i Republikës Prishtinës, nuk i kam parë ato parqe dhe nuk kam parë diçka pozitive që ka bërë. Nëse do me bëj sheshin, atëherë duhesh të programosh s'pari rrugët qarkulluese të automjeteve dhe me pastaj veprosh për sheshin. Ajo është, mendoj që një njeri, një architekt, si që të shunë vetën përparim Roma, mendoj një architekt i mirëfill, se si thot ai nuk do t'i bënte. Por ka interesat personale, grupore, në kuvend komunal, edhe tani që janë edhe PDK-s, edhe të AK-s, edhe të LDK-s, por ka edhe disa njerëz që mund të përfshihen nga vetëvendosja në ato skena. Dhe mbetet prokurorisë, mbetet policisë, policia e krimeve ekonomike, gjëra tjera të jetoj dhe të shikoj se ku do të vënë. Besoj që përparim Roma nuk do ta kaloj aq lehtë këtë mandat, dhe të përballet shumë me gjykatën, me prokurorin, me policin, dhe kështu që mund të edhe të jap dorëheqje. Unë e parashikoj që ky nuk do ta çon mandatin e tij në 4 vjeçar deri në fund, por mbetet të shikohet. Ndoshta kjo 4 vjet e tjera do të kthjellet dhe do të veprojnë me një qëndrim dhe një veprim tjetër tina ndaj kryeqytetësve dhe qytetarëve të Republikës Kosovës, gjithsesi kryeqytetit, dhe do ndryshon. Po ndryshoj dhe të zhvilloj gjëra të mira, atëherë normal që do ta përkrojnë qytetar, por prap me dyshja ime është që votimi për përparim Romën ka qenë votim interesit grupor, disa individëve dhe cilët kanë bërë pjesë gjë në orën 12 nuk ka pas asgjë realisht në bazë informacioneve të mia asnjë koalicion dhe nuk ka vepruar askush nga votuesit e PDK-s, nuk ka dalë me votua përparim Romën. Në krejt veprimet kanë ndodhur mbas orës 12 mbas dite. Aty kanë filluar njerëzit të shkojnë, të marrin me vetura, votuesit e PDK-s të dërgojnë në vendvotime dhe të votojnë. Kemi një koalicion intern të heshtur mes LDK-s dhe PDK-s, mes përparim Romës dhe kandidatit të cilën ishte i PDK-s Orhan Ismaili dhe aktor tjerë politik, dhe tani më kemi një kryetar. Shpresoj të punoj, shpresoj të zhvilloj kryeqytetin, por nuk besoj që do të ketë mundësi për shkak veprimeve të kundërligjshme të cilën ka bërë në kohën e kaluar. Prishtina ka humbur shumë me mosvotimin e kandidatit vetëvendosës, Harullah Çeku, jo që është i vetëvendosës, por Harullah Çeki ka pas një plan adekuat për Prishtinën, për zhvillimin e Prishtinës dhe
realisht më vjen shumë keq, më vjen marrë, realisht qytetari i Republikës Kosovës, gjithsesi i kryeshtetit të Prishtinës, që nuk e ka fituar Prishtinën në rrullat Sheku, sepse është një ndër njerëz që rroll herë kum taku, po folin nga politika, njeri me pikpamje nacionale, njeri me pikpamje shumë virtyte të reale, dhe njeri që mendon vetëm për zhvillim dhe ndjemes për qytetarët e Prishtinës, gjithsesi e Republikës Kosovës, tani është edhe ministër në detyrë, por nuk kemi një njeri cili vepron për interesat e tina personale. Ai njeri besoj që do duhet ketë, po foli për Hayrullah Çekun, pozicion edhe qeverinë e ardhshme nëse fitohet nga vetëvendosja, dhe do duhet vlerësohet shumë nga Albin Kurti, gjithsesi partia vetëvendosje, sepse është njeri për të vlerësuar. Dhjetori do jetë i nxehtë politikisht, edhe muaji akoma s'ka nisur, kështu që edhe me fushatën pritet të intensifikohet akoma më shumë edhe politikisht, edhe shpresoj që të komunikojmë sërish. Unë të falenderoj shumë, zoti Marković. Ju falenderit, shpresoj në komunikim në të kohën e ardhshme, por shpresoj që edhe subjektet politike këtë mendimin tim të cilën e bëra publik edhe tani në intervistë për ju, gjithsesi intervistat e para për një mendim politik të hapur i bëj me ju. Falenderoj dhe mendimi juaj është për të marrë në konsiderat jo vetëm në Kosovë, por në Shqipëri dhe në gjitha trevat tona, pasi Mërgata është për të mos thënë burimi kryesor. Së fundi, ju uroj festën kombëtare gjithë kombit shqiptar, edhe për shumë sheku i tjerë, të vlerësojmë vetveten, sepse mos vlerësimi vetvetes është ofendim për kombin, vlerësimi vetvetes nga vetvetja jonë si popull, si komb shqiptar, është një diçka të cilët i parandalon armiqt që të sulmojnë. Bashkohem me mesazhin dhe me urimin tuaj. Të falenderoj shumë. Ju falenderoj.